Detajet të reja janë zbuluar në lidhje me lëvizjet e fundit të Gilmando Danit, i cili u ekzekutua në zonën e Arinasit 4 ditë pas një udhëtimi drejt Spanjës. Gazetarja Anila Hoxha në emisionin Breaking ka sqaruar se udhëtimi i tij nuk kishte karakter kriminal, por lidhej me përgatitjet për dasmën e tij të ardhshme. Sipas Hoxhës, Gilmando Dani ndonse kishte një të kaluar të ngarkuar me precedent penal, së fundmi kishte nisur të ndërtonte një jetë të re. Ai ishte fejuar me një arkitekte dhe kishte planifikuar që së shpejti të martohej. Udhëtimi në Spanjë kishte qëllim përgatitjet e dasmës si pjesë e planeve të tij për të nisur një kapitull të ri jetësor. Gazetarja theksoi se Dani jetonte kryesisht në Shqipëri, pavarësisht se kishte udhëtuar shpesh jashtë vendit. Megjithatë, emri i tij ishte përmendur më parë në disa dosje kriminale, ndaj tij nuk ishin marrë masa të veçanta sigurie dhe as nuk kishte sinjale për ndonjë rrezik të menjëhershëm. Sipas burimeve që po hetonin në rastin, grupi hetimor është duke mbledhur të dhëna mbi personat me të cilët ai kishte kontaktuar para udhëtimit dhe gjatë qëndrimit në Spanjë. Hetuesit po përpiqen të zbulojnë nëse vrasja e tij lidhet me konfliktet e së kaluarës apo me ndonjë prapasken të re që mund të ketë lindur kohët e fundit. Anila Hoxha nënvizoi se rasti i Gilmando Danit mbetet i ndjeshëm, pasi tregon kontrastin mes një e kaluare të errët dhe përpjekjeve për një jetë normale. Ai ishte fejuar dhe po përgatiste dasmën. Ishte një periudhë e re për të, një përpjekje për të lënë pas të shkuarën, ka deklaruar gazetarja. Ndërkohë, policia dhe prokuroria po vjojnë hetimet për zbardhjen e plot të ngjarjes, ndërsa pista kryesore mbetet ajo e konflikteve të vjetra që mund të kenë çuar në atentatin fatal.